Kjo vjen nga krenaria janë, që për ta pranuar, sepse mund ta pranosh ti mëkatin. Edhe Juda e pranoi që ishte për gabim, por nuk u pendua. Ky është pendimi i krenarit shpeshherë. E kemi të gjithë, nuk lidhet me janë dy lloje pendimesh. Është pendimi i krenarit, që nuk është pendim, thellë. Juda vari veten. Vari veten duke thënë pak a shumë këtë fjalë. Ne nuk kemi të regjistruar ato, po të studiosh anën psikologjike të asaj, këto fjalë vijnë me fjalë si arrita unë ta bëj këtë. Dhe ka shumë njerëz që edhe vrasin veten nga kjo. Është një krenari kjo. Dhe është dhe pendimi i Pietrit, se dhe Pietri e mohoi, që qau hidhur. Një pendim që vjen me një besim që Zoti do e fali dhe ka shpresën tek ajo. Një pendim që vjen nga një përgjegjësi. Jo unë. Kush je ti? Kush jam unë? Çfarë jemi ne? Pranimi i thellë është kjo gjë, kur ne e kuptojmë që jemi të dobët. Edhe përpiqemi që ta padyshim që në përpjekjen Zoti do na ndihmojë ne. Por nëse ne vendosim pengesë vet, siç është krenaria, po krenaria nuk është lehtë për të luftuar. Shën Joani Shkallës ka një përkufizim shumë të bukur për krenarinë, thotë. Agjeroj, thotë, më kap krenaria, që sa i Zoti jam. Nuk agjeroj për të thënë që jo, unë nuk dua të dukem, prapë më kap krenaria. Vishe mirë, më kap krenaria. Vishem keq, prapë më kap. Sado mundohem të largoj këtë gjë, mba thotë, një thum mbetet gjithmonë tek unë. Krenaria merr forma të ndryshme. Ja, në paravolinë që kishim sot. Krenaria mund të marrë edhe këtë formë. Për shembull që unë jam i përunjur, si jam si ai. Po fillum që si jam si ai, do thotë që mbetet diçka krenari. Luftosh egon brenda nuk është aq e lehtë. Lufta më e madhe është kundër pseudovetes. Dhe është shumë vështirë njeriu ta pranojë që ajo është pseudovetja. Ajo vetja që ka projektuar ai në mendjen e tij. Kjo është kërkon se ka disa edhe pyetja që bëri Pater Harullambi, kjo ishte, ka disa faza të pranimit të asajt. Faza më e madhe është faza kur ne realisht bëhemi të përunjur, po jo të dëshpëruar. Sepse dy gjëra nuk vijnë nga Zoti. E thon gjithë etrit e kishës, që nga fillimi e deri tani, kur ti mendon që jam shenjt ose i mirë, mund të thosh këtë, edhe për mua s'ka shpëtim. Të zvin nga Zoti. Sa i kap kjo e para, që jam i mirë, jam rregull, sa tjerë mund t'i kapi dëshpërimi. Edhe dëshpërimi nuk vjen nga Zoti. Rruga e vërtetë është kjo gjë. Padyshim që ne nuk kemi shenjë, mëkatar jemi, po kemi shpresën dhe besimin që Zoti do na. Po kjo nuk është një veprim që do e bëj vetëm Zoti. Zoti kërkon nga ne ta fillojmë këtë gjë. Zoti Ati ishte gati ta priste djalin pranë prishës. Madje i doli para, po djali pranë prishës e mori atë që shkonte tek ai. Është një sinergji, një bashkëveprim. Po që nis nga ne. Po nga ne duhet ta hapim pra zemrën. Zoti aty është. Si thot, pranë zemrës tuaj përqendroj po torkas thot. Kush do e hapi thot, unë do hyj të banoj tek ai. Këtu padyshim që nuk ka receta, se nuk është çështje një teknike, është një proces shpirtëror. Prandaj ata shenjtor, mos kujto se kur e shanin ka ardhur që fillim mirë, po më vonë kanë kuptuar se sa më kanë ndihmuar që të jemi përulur. Përulësia është diçka e kapërcen vetëm thjesht një drejtësi të njerëzve. Përulësia vjen si një pjekje e madhe shpirtërore. Ato igumenët e mëdhej shenjt malit Sinai, kur mali Sinai kishte 10.000 murg, kur donin të zgjidhnin pasardhësin, edhe mendonin ndonjërin që ky mund të jetë, një nga provat që i bënin ishte kjo. E kritikonte në publik për diçka që e kishte bërë shumë mirë ai. Nëse e fillonte, si fillojmë ne, po jo, thot lera, thot si ka pjekur akoma. Nëse thonte e vlojgjisën. Ky thot mund ta. Njëri që kontrollon emocionet e tij dhe mund të drejtojë të tjerët. Se një verbër nuk drejton dot një verbër. Dhe krenaria na verbon gjithmonë. Prandaj nuk na lën që të bëjmë atë hapin. Dhe prandaj kalojmë dëshpërim. Kësaj duhet shmangur.
Padyshim, ne nuk e fitojmë se jemi ne të mirë. Zoti na don jo sepse ne jemi të mirë, po sepse ai është i mirë. Na mbështetet në përkrah jo se ne e meritojmë, po sepse është zemërdhëmshëm. Dhe do i tregoj diçka prapë nga Shëni Saksiriani. Ai provokonte nxënësit e tij. Dhe i thonte, ju mendoni që Zoti është i drejtë? Po, thonin ato. Ky thonte jo, ato shtangeshin. Si Zoti si nga i drejtë. Po ti ishte i drejtë ai, unë dhe ju do ishim fertë. Është zëmërdhëmshur. Është një raport tjetër, ne duam të vendosim një raport legalistik me Zotin. Unë para këtë ti më jep atë, nuk është ashtu. Ka një tjetër drejtësi Zoti. Është zëmërdhëmshuria e tij. E kjo i jep të shpresë atyre që pendojnë realisht. Zoti dhe në fund do përmbushet dhe drejtësia e tij, në fund ku do gjykojë but. Po, kjo e përmbush atë. Tani kemi mëshirë plot. Ajo është në fund ku të mbaroj. Sot është koha e mëshirës, sepse ne jemi të kufizuar në kohë. Ato që bëjmë ne, tek ajo që fola për të nderuar kryepeshkopin, për veprat, duke cituar nga zbulesa që thotë veprat do i ndjekin pas. Ne veprat i bëjmë në kohë. Ka një dimension kohor, por marrin dimension përjetshëm. Kështu që çfarë bëjmë tani, ajo do jemi. S'ka kohë më vonë. Tani është koha, tani për t'i bërë. Nëse njeriu mendon prit nesër ndoshta s'kemi ditë. Se dim ne kur mund të jetë fundi. Dhe këtë kohë është dëmshuria. Pastaj më vonë nuk e dim se çfarë mund ndodhi me ne. Jemi në dorë të Perëndis, por që tani është koha. Dhe gjithmonë duhet ta kuptojmë këtë që nuk shpëtojmë thjesht nga përpjekja jonë, por nga hiri dhe nga dëmshuria e Perëndis. Por duhet të luftojmë, nuk është lehtë luftohet krenaria, se merr forma të ndryshme. Edhe nuk bëhet me një ditë. Është një proces. Feja nuk është magji. Shkenca dhe magjia kanë njëjtin parim. Për shembull, gjithë masa duhet të nisojë. Kaq gram kështu që dalë ajo gjë. Feja është një proces shpirtëror. Dhe kjo ishte ajo e reja që solli Krishti. Kur i thotë asaj gruas samaritane që nuk do i faleni as në këtë mal, as në malin tjetër, por në frymë dhe në të vërtetë. Për njerëzit është më lehtë kjo. Kuptimin nga jashtë. Bëra këtë, shkova këtë, solla i psomën, bëra këtë dhe në rregull. Ato janë mjetet që duhen bërë. Por ato janë mjete për procesin shpirtëror, pastrimit tonë. Nuk është magji feja. Bëhet për shembull dafina ose ujë bekuar. Unë i them disa herë them atje që kur të vini për dafinën, pa u shtyr, nuk është betejë e dafinës, është bekimi i dafinës. Se mëja e morë ti shtyvet gjithë i morë të gjitha. Sfiton gjë. Ose morë ujin, ai nuk është magji, mora ujin dhe është një proces shpirtëror. Dhe krishterimi dallohet nga gjithë tjerët pikërisht sepse ka shumë të thelluar këtë lloj dimensioni. Është një proces shpirtëror, një proces pastrimi, purifikimi të shpirtit. E do kohën e vetë. Dhe asketizmi, se nganjëherë dhe asketizmi keq kuptohet, sikur do thotë vetëm që sa buk. Asketizmi është një përpjekje shpirtërore për të bërë atë. Këto janë anekset asaj që përdoret e kjo ose dihet ajo për shkak që mbasi të hash për shembull 2-3 bërzolla, edhe kile verë, nuk lutesh më. Dhe agjërimi të ndihmon ty që të lutesh. Po kryesori është që të lutesh. Zot më shpëton. Prandaj që duhet luftë e madhe shpirtërore për gjithë secilin nga ne.